Të gjitha falënderimet, lavdërimet, madhërimet I takojnë Allahut të madhruar. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammed Mustafa, mbi shokët, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e drejtë deri në përfundimin e kësaj bote. Vëllezër të respektuar, namazi është qetësimi I shpirtit dhe drita e zemrës për çdo besimtar. Namazi është thesari më I madh që mund të posedojë një besimtar nëse e krijen me përkushtimin më të madh. Muadh ibn Jabeli I drejtohet pejgamberit alayhi salam me fjalët: O I dashur I Allahut, cila është çështja më kryesore? Pejgamberi alayhi salam tha: çështja kryesore e një personi është Islami. Allahu në Kur'anin famëlar thot: Faqim wajhaka lid-dini hanifa, dhe drejtoje fytyrën tënde nga feja e pastër e Zotit. E tha kulmi I kësaj është namazi. I nderuar I vëlla, pa Islam normal që jeta nuk do të ketë kuptim. Dhe elhamdulillah që Allahu I madhruar na ka bërë musliman, por na ka bërë edhe prej atyre që I nështrohemi dhe I përulemi përmes 5 kohë falje namaz. Gjithashtu, pejgamberi alayhi salam, duke dashur të na tregoje rëndësinë e këtij ibadeti të vlefshëm dhe të dashur për besimtarin, thot: "Law anna nahran bi babi ahadikum yughtasilu fihi 5 marratin hal yabqa min daranihi min shay?" Qalu la ya Rasulallah. E që në përkthim do të thot para mendoni një lum përpara derës suaj. Nëse 5 herë zhiteni në ta, nëse 5 herë hini në lum, a do të mbete ndonjë papastërti në trupin tuaj? Shokët e pejgamberit alayhi salam I thuan: Jo, ja Rasulallah, thot ashtu është edhe me namazin. Nëse 5 herë në ditë falni, I falni 5 kohëshin e namazit, Allahu xhalleshanuhu do t'u pastroje nga të gjitha mëkatet që I keni bërë. Imagjinoj nderuar I vëlla, del përpara Allahu xhalleshanuhu në ditën e Kiametit dhe regjistri është vetëm me vepra të mira, nga se gjinahet dhe mëkatet që I ke bërë në këtë dunja I kije të fshira si rezultat I namazit që e ke bërë me gjithë zemër. Por për me arritur këtë vlerë, duhet një kusht që namazin mos e vënojmë prej kohës së tij. E keni dëgjuar fjalën e Allahu xhalleshanuhu ku thot: "Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun." Para se me përkthyer këtë sipas mendjes tonë, Allahu duhet të thosë njëra ato njerëz që nuk falen, por Allahu na drejtohet neve, mua dhe ti. Njërë për ti o musalli, njërë për ti o namazfalës, e vejlun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. E për cilën është e vejli, për cilën është e njerimi, për ata njerëz të cilët e vënojnë kohën e namazit. E vënojnë kohën e namazit e nuk e falin në kohë. Prandaj është emaneti që na është dhënë mbi supet tona, e të jemi të përpikët në faljen e namazit në kohë, nga se vepra më e keqe është kur njeriu e vënon namazin parë.
Për vlerën e namazit, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, es-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan wal umratu ila al-umra كفارة لما بينهما إذا اجتنبوا الكبائر أو كما قال الرسول. Thot, beskoshi namazit, gjumaja deri në gjumën tjetër, Ramazani deri në Ramazanin tjetër, umrja deri në umrin tjetër, I falin mëkate nëse largohesh prej mëkateve të mëdha. Mëkate të cilët I falen beskoshi namazit, siç transmeton Osmani radiallahu anhu, thot, e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salam, I cili thoshte se kush merr abdesin ashtu siç I ka hije një besimtari dhe nëse falen namaz, Allahu I madhruar deri në namazin tjetër ja fal shumë mëkate, por mbesin disa mëkate që janë më të mëdhaja, e ato mëkate më të mëdhaja I falen gjumaja deri në gjumën tjetër. Por për disa mëkate tjetër duhet një adhurim pak më I madh, e të gjithë ne sonde që jemi këtu e praktikojmë këtë adhurim e që është agjerimi I muajit të Ramazanit. E nëse edhe ky adhurim nuk I shlien mëkatet, atër pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, vin një adhurim I cili është më I madh se agjerimi, e që është haxhi dhe umreja, që del njeriu nga jeta e tij me mëkate të falura. Na bëf Zoti I madhruar që I praktikojmë këto ibadete me përkushtimin më të madh, që të jemi të pastër nga mëkatet, e kur është I pastër zemra dhe trupi nga mëkatet, atëherë jeta dhe trupi I është I qetë, e jeta na bëhet e këndshme dhe e lumtur.